1000 vjet. Edhe Ja, veç mos mujt. Veç mos mujt. Duket që Halile e ka keq kuptu pak Cilën? grupin. Nuk shohet për keq kuptim. Arben Goshi, Armend Zemaj, edhe Kujtim Shola. Po. Këta nuk janë 300 në ku. Po, Kanë bashkëbiseduar. Arben Goshi ka shpreh Pasha ndryshimet zotin e veta kolegë, të dini, Kujtim po jo, Shola. unë se thash në atë aspekt. Unë thash që ku bisedon ti me blerimin, kushtrimin në Halilin me një grup ajo publik. S'mundet me honë që o grupim shef. E kemi edhe atë grupin e fshef. Ma do që tregoj atë politikës. E kemi atë grupin e fshef politikës. Aty këtë Kosovë aty, qa vlosu. Ata që jenë këtë grup. Qështë duhet mu qu me bogati me shku në punë. Ata që jenë këtë grup, mu po vjen keq se si ka dorë, si ka rrjedhë të mediat kë. Po t'jen keq, po ti gazetari zhduhet me dharë keq. Mirë ka ndodhë, po po vjen keq për grupit tyne, sepse dikush nga ta ka bo publik. Po thu nga ta e ka bo. E pëse po cilë është interesi? Tani parastrot pyetje cilë është interesi. Hakerat e reporteri nuk i ka shtinje në WhatsApp edhe në Viber. Sepse sa ma shumë që bëhet publike, është ma shumë mundet të zhvillu tipi një njeri si Kujtimi, cili ka kur ajo me thonë, shikoj, jo, vesh mëna. Po ekzistojnë edhe insoncat shtetënore që kanë mu marrë me që çështje. Po ka mu marrë si t'ja vlen instoncave tjera dhe se diskutojnë mrena grupit, a e bjen, lene se s'ka kur zhën këtë farpunë, në është që du të mushterë çdo debat mrena subjektit politik, duhet zjerë politike, zhëtë dënojë. Në demokraci nuk përshkatohen më njerë. Jo, s'është rënë përshkatohen. Ja, s'kështë rënë përshkatohen. Atë pak mos t'ja bëjmë me hile zotit Zeqiri, se pastaj urdhëro Zeqiri. Ose s'po folje, Po ti qëlloja pa kubur. Po vjen mirë që reporteri ka gjetë këto mesazhe. Po vjen keq përcaktohu Zeqiri. Po vjen keq për grupit LDK-s, se janë këtë grup Viberit, e që ju ka dalë këto mesazhe. Dikush për tyre Jo, mu bashkë mirë po vjen. Edhe mu po vjen mirë, jo, mos po vjen mirë. Bashkë mirë po vjen. Ama për media po vjen mirë që e kanë nxjerrë këto. Po këtu LDK-ja duhet sa më porën, mu gutë mes Mehmet